Qendra e mjekësisë familjare 3 në Brekoc ofron shërbime e vizita shëndetësore në masë të madhe për banorët e këtij regioni. Doktor Bekim Hyla, shef në CMF3, u shpreh se sa i përket fluksit të pacientëve, zakonisht në këtë qendër kryhen 250 deri në 300 shërbime në muaj. Qendra e mjekësisë familjare numër 3 Brekoc ofron shërbime shëndetësore për popullatën e cila gravidon në këtë region. Fluksi i pacientëve sillet diku rreth 250 deri në 300 vizita dhe shërbime shëndetësore brenda një muaji, ku në këtë qendër përveç shërbimeve dhe vizitave mjekësore, më thonë në kuadër të plan programit të cilin neve na ofron Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare, zhvillohen edhe aktivitete me qëllim të edukimit shëndetësor, promovimit shëndetit, të gjitha këto aktivitete që kanë për synim për parandalimin e sëmundjeve të ndryshme. Doktori Hyla ka bërë të ditur se përpos shërbimeve në qendër, ata bëjnë edhe kontrollin sistematik të nxënësve të shkollës Zef Lushmarku. Gjithashtu, ne si stafi Qendrës Mjekësisë Familjare numër 3, kemi të përvitshëm kontrollin sistematik të nxënësve të shkollës fillore Zef Lushmarku, këtu që është afër, ku bëhet kontrolla e të gjithë nxënësve me qëllim të detektimit hershëm të fëmijëve që kanë probleme ndryshme shëndetësore. Me rritjen e temperaturave, ka filluar shfaqja e rasteve të para me komplikacione të ndryshme, shtoi doktori Hyla, teksa apeloi për kujdes të shtuar. Të moshat e shtyra kanë filluar këto çrregullimet e tensionit, kemi raste më të shtuara me hipertension, pastaj edhe tek moshat e reja kanë filluar më shpeshtu rastet me vjellje dhe me barkëqitje, cilat ne i atribuojmë ndryshimit të shpejtë të temperaturave. Për këtë arsye edhe na një farforme si punëtor shëndetësor të kësaj qendre apelojmë të të gjithë banorët, të të gjithë populata që me këto ndryshime temperaturës të kenë kujdes kryesisht me ushqimet edhe të jenë të hidratuar më shumë në krahasim me periudha të tjera, do të thotë të pinë lëngje sa më tepër në mënyrë që me i atyre komplikimeve që vijnë për shkak të ndryshimit të temperaturës. Ndërkaq specialisti Hyla këshilloi që të konsumohen më shumë lëngje dhe të bëhet kujdes në ushqimet që konsumohen për të shmangur komplikacionet që mund të paraqiten.